Ansambli i këngëve dhe valleve Bajram Shabani nga Kumanova ka filluar të realizoj ëndrrën shumë dekadëshe për prezantimin e denjtë të kulturës shqiptare për te i kufive. Pas prezantimit të suksesshëm të disa vjet me radhë në festivalin Ballkanik Nakem në bursat të Turqisë dhe festivale tjera në Maqedoni, Kosovë e Shqipëri, kumanovarët rrugotimin e radhës e kishin në zemër të Evropës në shtetin më të fuqishëm ekonomik në botë, në Zvicër. Ishte kjo sfidë e radhës për këtë ansambël që të bën zënës e student të rinj, por edhe muzikant të kalitur, arsimtar e profesor. Një gërshet i këtill, si duket, ansamblit kumanovar i jep forcë për të performuar gjithë cilësinë që posedojnë ata. Ndonëse ishte një udhtim i gjatë me autobus për i rreth 26 orësh, entuziastët e këtij ansambli bën që mos të varet lodhja, por përkundrazi kënga e tyre që s'kishte të ndalur bën që rruga e gjatë të mos varehet fare. Koncerti me moton Sofra Kumanovare ishte planifikuar të mbahet në diskotekën e njohur Boleros në Zürich para bashkëdhetarëve tanë. Ashtu edhe ndodhi, atë pasditë të ditës së diel, familje të tëra shqiptare nga të gjitha viset e Zvicrës, por edhe nga Austria, Gjermania e Franca, ja kishin mësyer Zirichut. Kishin ardhur për të çmallur me këngën e vallën e bukur shqipe të performuar nga anëtarët e ansamblit të këngëve dhe vallëve Bajram Shabani. Sofra Kumanovare ishte përgatitur enkas për mërgatën tonë, kurse kryetari i këtij ansambli, Driton Ramadani dhe drejtori artistik Ilir Latifi, pak para fillimit të koncertit do të theksojnë. Po faleminderit edhe njerë për juve të festën. Përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Unë sot për momentin, domethënë, kam emocione shumë të përzierë. Një është ajo që, domethënë, prej dje jemi me të afërmit tonë që jetojnë këtu në Zvicër, të cilët na kanë prit me shumë bujari dhe shumë zemërgjansi. Falenderoj ata përzemërsisht. E dyta është puna e angazhimeve, stresit që e kam gjatë organizimit për gjithshëm, domethënë, tu fillu prej momentit kur kemi hypë në autobus, kemi qenë bashkarisht e deri sot kur jemi para fillimit të koncert. Unë mendoj se kemi bë një punë të marrë dhe të mirë që kemi ardhur këtu. Këtë guxoj ta them, e marra të drejtë për shkak të impresioneve që po ma japin njerëzit, familjarët e tanë, të cilët menzina kanë prit. Domethënë, është një punë që është hera e parë, po këtë mendojmë të bëjmë një tradicion. Këtë rallë... Kur jemi këto të ndërhy, gjatë kontakteve me bashkëdhetarët, ka kërkesa që të vizitoni edhe shtetet tjera evropiane? Shikoni, gjatë ne jemi shumë të gatshëm për këtë punë. Ne kemi program të gatshëm. Kemi program jo vetëm për një koncert. Po sigur 5 koncerte mbrenda ditës kemi program të larmishëm, domethënë sa i takon orkestrës edhe grupit vallave. Kretë është puna se sa organizohen ata njerëz, ata mërgjimtarë të tanë të na presin. Se, të themi të drejtën, se megjithatë ne ju kemi kriju një shqetësim këtu në familjarëve tanë, këtu që kemi ardhur, për shkak se të gjithë janë angazhuar dje ta nditën me neve, sot ta nditën. Domethënë janë përzier me gazim me gjithë. Po, ata është shumë e vërtet, po ata
është shumë normale që janë gëzu që na kanë prit këtu, që po na shohin. Aq më tepër se na kemi edhe një program kulturor ku ata do t'i japim një kurajë edhe më të fortë, po edhe ne do të dëshmojmë para këtyre njerëzve, para këtyre të afërmit tanë se ne jemi të punu, ne po angazhohemi, po punojmë, po kemi aktivitetet vazhdueshme. Ishte rrugës që ne të vim edhe para këtyre njerëzve se ne do të flasim haptas. Këto janë ato mundimet që po japin këta bashkëdhetarë tanë, këta mërgjimtarë tanë, cilën ne sa do pak po i shijojmë, domethënë edhe të mirat me parat e këtyne. Domethënë folmi haptas se gjithë kumanovarët e dim se 1/3 e qytetarëve tanë i kemi kënej në gurbet, në mërgjim. Edhe është shumë e vërtetë se ekonomia shqiptare në Kumanov, mos marrë drejtën me folë për Kumanov, se fuqizohet edhe mbahet prej dorës këtyne, prej mundit, prej djersës këtyne. Edhe kjo ishte domethënë ajo që edhe mu më dha një pjesë shtytëse domethënë asaj që unë të marrë guximin të organizoj një koncert. Ju e dini shumë mirë se sa ka qenë i vështirë organizimi dhe ardha deri këtu, sigurisht deri në këto momente kur tash e kanë radhën, e kanë fjalën, e kanë artistat tanë, valltarët tanë, këngëtarët tanë, muzicientat tanë, ju si media po e bëni punën shumë të madhe që sa do pak domethënë po i nxjerrni sa ndej njerëzit edhe po i përcjellni me punët edhe aktivitete domethënë që po i bëjmë. Spar ju përshëndes, ju falenderoj për televizionin e televizionin Festa, që ka da një kohë shumë të madhe për të ardhur në përcjelljen e këtë koncert. Sofra kumanovare, me çka do të prezantoheni para mërgjimtarëve tanë? Ne do të prezantohemi me këngë më së shumti këngët kumanovare që i kemi përpunuar të këngëtarëve tonë të menjor, veteranëve këngëtarë që i kemi në Kumanov dhe disa këngëtarë të tjerë që më të ri që i kemi. Mire po, objektivi i kamerës sonë regjistroi edhe emocionet e bashkëdhetarëve tanë të ardhur në këtë koncert. Ja, shikues të nderuar, siç po shihni, ndodhemi në tavolinë me bashkëdhetarët tanë. Ju lutem prezantoni, si quheni? Unë jam Fuad Beluli nga Kumanova. Që sa vjet jeni në mërgjim? Shumë, së di as vetë, 25 vjetë. Ke ardhur vetë, tash familja jote sa antar numëroni? Ja, jemi 5 antar, 3 gjem, unë edhe shoqja. Si e pranut lajmin se do të vije shoqënia Bajram Shabani në Zvicër? Pa që me thonë, me të kalëzu drejtë, unë sa të kumë pas me punu, e kumë bo dredhi, veç mësë me shkumë punë, me gjithë qefë, me thonë, shumë me qefë. Si po ndihesh tash kur je me kumanovartë këto, me një sovër përbashkët? Pa i ma mirë, s'po di se që me thonë, më zbohat ma mirë. Që ta ku marrë, mi po kumanovartë ma shumë, se muzikë ngojmë edhe në shpi. Fëmijët kanë lindë në Zvicër, ashtu? Ja, kanë lindë në Zvicër, 2 Si po ndihesh sot këtu kur je në koncert sofrën kumanovare? Shumë mirë, super, faleminderit. Jam i gëzuar që pishoh këtë kumanovarët me një vend në Zvicër, edhe veç vazhdoni. Ju zonjë, si e pritet lajmin se do të vije Bajram Shabani në Zvicër? Po asnjëherë se kisha një sot për herë parë u befasu, shumë mirë. Shpresoj të kaloni qaste të mira këto. Faleminderit, gjithashtu edhe juve. Po ju, ky në Zvicër ka lindë? Jo, ka ardhën prej atjet. Si përndin vetën sot kur kumanovartë i ki këto? Shumë mirë, valla, shumë mirë, inshallah knaq më kejtë, festojmë, edhe kena me kalu mirë, inshallah. Faleminderit. Që ke ka lindë? Ashtu. Po ti Zvicran, ke lindë në Zvicër, si e pranove lajmin se do të vinë Kumanovës këto? Mirë, super. Më me knaq, po. Mirë, super, mi po kejtë Kumanovës. Ju faleminderit, kalofshi mirë. Zotefës, si pritet lajmin për vizitën e shoqërisë Bajram Shabani këtu në Zvicër? Jo, një lajm jashtëzakonisht i mirë, i papritur, por domethënë jam gëzuar shumë për shoqatën e Bajram Shabanit, po kuptohet më shumë ti për prindin. Për shkak një vikend jashtëzakonisht i mirë, një shtunje dille e papashkrueshme. Afos, që sa vjet jeni në gurbet?
Do ofër 12 vite tash në veri baj, punoj, kam familje, kam 2 vajza, kam shoqen. I mbani kontaktet me familjen në vendlindje? Po, sigurisht, pa fjallë. Keni për të përshëndet në kënd? Sigurisht, i përshëndes familjen që e kam Kumanov, nga zemra, po që i përshëndes shokt, përshëndes të gjithë, ato që më njofin, përshëndes Kumanovën. Suksese. Faleminderit shumë, edhe ju suksese të Horizonit Festa. Zoti Vaqit, se pritët lajmin se shoqënia Bajram Shabani nga Kumanova do të vizitoj mërgjimtarët në Zvicër. Po, e pritëm me shumë qef, shumë bukur, më ndi që pritëm me ardhë, me tanë familjen ku më ardhë, t'ju shoh, më merë meja që hera tjera vini apet, së është kjo hera fundit, me shumë madhë, ju uroj, shoqëria Bajram Shabanit, suksese. Vaqit, që sa vjeti jeni në Zvicër? Po këtu jam 22 vite në Zvicër i bona. Cëllin kanton? Jam kanton Argaus, Arau, ofër. Jetoj me familje, punojmë. Sa antar tani jeni në familje? Po, tash momentalisht 4 antar jemi. Momentalisht. Po, mirë, jetojmë, punojmë, fëmijët janë për shkolla. Kontaktet me familjen i mbani rregullisht në vendlindje? Unë? Kontaktet me familjen në vendlindje i mbani rregullisht? Po, kam familjen atje, kam motrat, nonën e kam, që e du shumë. E kemi në Kumanov jetojnë, kemi këmigjallar, kemi ta fërsi, gjithë. Do një të përshëndet një ata? Po, i përshëndes me gjithë modë, sidomos në teme, motrat, gjithë, migjallar, ku do që dinin. Fatlum, ku jetoni për momentin? Për momentin jam duke jetuar në Bazell. Se sa ko jeni në Bazell? Po une jam që 5 muj këtu në Bazell. Do me thonë një gurbecar i ri? Gurbecar i ri, po. A jeni ambientuar këto? Po mirë. Si e prite lajmin për vizitën e shoqërisë Bajram Shabani në Kumanov? Po edhe unë i antari i shoqërisë Bajram Shabani. Edhe si e prite lajmin? Shumë mirë. A pretë që të kaloni sot një ditë të këndshme këtu në diskotekën në Boleros? Po, unë mendoj që sot do të kalojmë një ditë shumë të bukur këtu në Bolera. Si e përjetove momentin kur u takove me ish shokët e to? Po, ishte shumë një kënaqësi e madhe për mua që erdhen shokët këto. Kështu mirë. Ke për të përshëndet do kënë në vendlindje? I përshëndes gjithë Kumanovën. Shumë dekadësh i shquar në shtetin helvetik, si pranuat lajmin për vizitën e shoqërisë kulturore artistike Bajram Shabani Kumanova në metropolën zvicerane? Për thonë të drejtën, çdo shoqëri kulturore artistike që vjen nga vendlinja, për ne është një ngacmim i ndjenjave, ngacmim i nostalgjisë për vendlinjen. Dhe shumë e qartë është që sa më afër shoqëritë kulturore artistike që janë të vendlinjes, janë edhe më të dhimbshme, janë edhe më të ndihshme. Unë ndëgjova nëpërmes sponsorimit për javën kulturore shqiptare në Kumanov se shoqëria Bajram Shabani do të jetë mysafire së shpejti në Zvicër, për të cilën gjë më tepër nuk kam pas njëri, por fal shokëve, Shaban Sadikut më tha se sot është në Bolero shoqëria kulturore artistike Bajram Shabani nga Kumanova. Me çka ju përgëzoj për një iniciativë të tillë, ju përgëzoj për gjithë atë mundi që keni bërë, me shpresë që nga këtu të mos ktheheni të zhgënjur. Janë të domosdoshme, a janë imperativ i kohës takimet e këtilla bilen rrafshin e kulturës diaspor vendlindje? Këto jo që janë të nevojshme, për janë edhe të domosdoshme, nga se thuhet një fjalë larg syve, larg zemrës, dhe kjo mu të bëhet afër sa të kemi takime më të shpeshta, sa të kemi takime sigurisht se shtojnë dhe në veçantitë të rit rritin ndjenjen nacionale, kurse të moshuarit të shtojnë nostalgjinë për vendlinje dhe për kulturën shqiptare.
Tër jetën ja keni kushtuar kauzës kombëtare, keni botuar edhe libra. Pas gjithë këtyre dekadave në këtë veprimtari, si e ndjeni vetën sot? Kur edhe jeni në pension, ashtu? Më preke pak si thellë, po të përmendesh kauzën kombëtare, besom që mu më tërqethet lëkura. Se kauza kombëtare tani kam mbetur si një fjalë e urtë që thuhet në bisht e lautës. Vërtet, jo që them, jo për të lavdruar, por sinqerisht, unë me mundin tim jam munduar dhe kam dashur që në themelin e kalas kombëtare të vëj një guri sa do të çmuar, sa do që t'jetë i vogël, po të mos jetë me hile. Dhe unë punën time që kam bërë për kombin tim, asë njëherë nuk kam pas hile. Mund të këtë pas gabime, po jo me të qëllimta, dhe sot më duket aq shumë jashtë larguar çështja kombëtare, preket, ceket, thuhet, ka limthet në për takimet të ndryshme, po të bisedohet shtrora zi në për kuvende shqiptare dhe subjekte shqiptare, unë nuk kam has të lexoj dhe të ndëgjoj. Ishte kënaqësi që sot u takuam këtu në Zvicër. Ju dëshiroj shëndet, jetë gjatë dhe suksesin. Një familje gjithashtu bashkëdhetarësh, ju lutem prezantoni. Unë jam Fejm Sali, nga Lipkova. Se sa vite jeni në Mërgem? 13 vite. Si e pranut lajmin se Bajram Shabani do të vije në Zvicër? Mirë shumë. Ju zonjë, si e pranut lajmin se shoqënia Bajram Shabani do të viju vizitojë në Zvicër? Shumë mire pretëm. Pritni që të kaloni qaste të mirë ato? Po inshallah. Dëshironi të përshëndetni do kenë në vendlindje? Po i përshëndes me gjithë familjen në Lipkovë. Jo zonë? Unë e motrën Kumanov, ganimet e Ramadanin. Faleminderit, kalofshi mirë. Hajrulla Ramadani. Që sa vjet jeni në gurbet? Viti 77. Ke ardhë vetë, sa antar të familjes tash jeni? Tash jemi, që shpethonën, 6. Unë vete ka veti 6 dhe 2 dhënduri kam. Të banën 8 jemi. Kër e more lajmin që do të vije Bajram Shabani, a u gëzove? Se di sa ju gëzu, kër e ko morë be vizën ju gëzu, a mo kjo bak ma e modhe ishte. Ashtu ma mërmenja, se di. Koment nuk ka më në këtë që e thatë. Jo, si queni? Arben Iseni. Që sa vjet jeni në Zvicër? Ne jemi që gati 30 vite në Zvicër. Ju si pranut lajmin? Po, lajmet që pranu shumë mirë, pranu për ato në... Shpresoj se do të kaloni qastet mira këtu? Në shumë, se jo pak. A do shërënit përshëndetni në vendlinje do kemë? Po ka plot për me përshëndet, me marrë me emna me përmend, nuk ndalet kështu e për njerë për thomë që të përshëndet gjithë, edhe gëzohen shumë që jam sot këtu në këtë atmosferë. Jo, do një të përshëndetni do kemë. Faleminderit shumë e përshëndetje ma i spari dritanin, edhe shokët e dritanit dhe gjithë këta shakanarë. Ju faleminderit, sukses. Enver Zumeri jam nga Kumanova. Që sa vjet jeni në Zvicër? Në Zvicër jam që 23 vjetë. Jam në Ciri, kantonin Ciri në Fefikon, në një qytetë. Enver, si e pritët lajmin se shoqëria Bajram Shabani do të vije në Zvicër? Po na e pritëm me gëzim që do të vini ju, se na edhe na ishme antarë që shishë Bajram Shabanit këna gjenën, për ata, edhe pritëm me gëzim që do të vini, ju pritëm ashtu. Programin e përcëllët, si ju duk programi ju përcëllët? Programi shumë mirë ke, shkërkishëm, faleminderit. Zilber Avdio, nga Kumanova. Zilber, juve Kumanova, ju njohin, ju din se ju jeni pronar i estradës albanata. Po, është të vërtet, kam punu mbi 20 vite, ju marrë me muzikë, paka shumë kam kontribu,
por me rrjeti social që erdhi, ajo dëmtoj këtë industri, se gjithë industrinë e botës. Pra dekada me radhë jeni ndër kultivust e kulturës shqiptare këtu në diaspor. A ka qenë e vështirë rruga që keni marrë në këtë drejtim? Po, rruga ka qenë shumë e vështirë. Megjithatë, kemi arrit një qëllim, ndoshta ka qenë për interesa jo personale, po edhe kolektive, sa ashtu ishte edhe koha, por kur nuk e kam lënë anash edhe kontributin kombëtar. Si e vlerësoni një hap që ndërmori shoqëria Bajram Shabani dhe erdhi sot në mesin e bashkëdhëtarëve në Zvicër? Kjo ishte për mua një kënaqësi, se qish i vogël në fëmini, komanovarët kishin këtë shoqëri, dhe ndërkohë nuk kam informata sakta, po u pa një kohë e gjatë që u zbut aktiviteti kësa shoqërie, por sonte jam i befasuar që kishin një rini atë shumë të interesuar dhe kish talent. A duhet vazhdoje kjo traditë? Pa tjetër. Po Kumanova ti vetë din se edhe e morë në këtë lami, ka një tradicion. Edhe kemi këngëtarë që kanë dalën, edhe i njef gjithë bota shqiptare si këngëtarë. Edhe besoj që këta këngëtarë, po të kishtë audicion tash, e kishin kaluar, pa asë një barierë. Si Albanok, keni ndonjë projekt për në të ardhmen? Ja, projekt të firmes nuk kam, po kam ndërmend të ndihmoj këngëtarët, dhe një këngë, një ndihmë personale, paka shumë, e kam si hobi, se nuk e kam pas profesion. Suksese! Falënderit! Ju përshëndes gjithë stafin e ju, edhe organizatorët, inshallah kanë kalu mirë, edhe ju uroj rrugë të mbarë. Unë jam Fidan Latifi, nga Kumanova. Që so vite Fidan jena? Unë gjindem që 10 vite, këtu në Zvicër. Këtu ke kriju familje? Po, gati si të gjithë, punojmë, jetojmë këtu në Zvicër. Si e pranut lajmin se shoqëria Bajram Shabani do të vijë në Zvicër? Ka qenë shumë bukur, inshallah do të bëhet tradicionale çdo vit dhe shpresojmë që në viteve ardhshme do të jenë njerëzit më të informuar, do të vinë edhe më tepër, ashtu si e kanë edhe qytete tjera, si Struga, Kërçova, edhe inshallah edhe viteve tjera kalojmë. A keni ndonjë të përshëndetni në vendindje? Në vendindje të përshëndes vetëm ortabunarin. Faleminderit. Quhem Sami Gjemaili. Sami, që sa vjetë jeni në Zvicër? Që 33 vjetë. Keni ardhë vetë nërsa tash këtu keni janë dhe një familje të madhe? Po se efte erda për një kohë shkurt, erda për 5-6 muj, mas shumë të një vjetë, po që u bon 33. Edhe si po ja kaloni këtu tash, sa numëron familja ju? Po i kom veç familjes ngusht, teme si kom një tete me vllaznije, me nipa, i kom përmi 30 që të në Zvicër. E qofshe me shëndet e me të mira. Shumë falenderë. Sabi, si pranut lajmin se shoqëria Bajram Shabani do të vijë në Zvicër? Me shumë gëzim. E keni bo një punë shumë të madhe. E keni bo një punë që jo desht para shumë vitesh të bëhet. Ne jemi mërgjimtar këtu, na që të ditë t'i presëm, që të momente i presëm me u gëzu pak. Është e pa përshkrume, kjo është e pa përshkrume. Jemi gëzu shumë, jemi knaqë, jemi arktu me juve. Dëshironi përshëndet në bekem? Përshëndes krejt, mas pari familjen e ngusht në Kumanov se kom shumë. Kom nipa, vllazni, shka mas, kom edhe kush më një, edhe ka e një, krejt vë bëjt falja, i përshëndes, edhe më staroj, mu përshëndet juve personalisht. U falenderoj shumë se keni bash një punë shumë të madhe. Falenderit shumë për juve. Të shikues të nderuar, gjatë qëndrimit tonë në Zvicër, patëm rastin të takohemi edhe me Muslis Saitin për ndryshe përgjegjës i rrjetit më të fortë shqiptar
IPTV, Smaldvort TV në Evropë. Zoti Musli, ja ju prezentova si përfaqësues kryesori i rrjetit IPTV, Smaldvort TV, rrjet më i fuqishëm shqiptar. Por njëkohësisht duhet të them edhe themelues i televizionit të parë shqiptar në Zvicër, Syri Blu. Nuk më vetet të fillim asgjë tjetër, përpos që t'ju përgëzoj për gjithë këtë hap që keni bërë. Une ju falemderoj si pike parë që keni ardhën nga Kumanova, për të na nderuar këtu në Zvicër, është vërtet për neve një nder. Ju uroj gjithë të mirat edhe të kaloni këtu si ma mirë në këtë koncert humanitar me sa më duket. Për ndryshe unë jam Musi Saiti, është vërtet se jam distributor general i mediave elektronike audiovisuale, Smaldvort TV në Evropë. Njerit edhe themeluesi i televizionit Syri Blu këtu pikërisht në Zvicër, ku shqiptarët e kanë pasën mangu diçka këtë media. Në këtë kontekst, na kujtohet gurbeti popullorse para 30 vitesh edhe mërgimi tash. Dallon shumë sa i përket aspektit mediatik. Është e papërshkrume, sepse atëre kemi marrë nga gazeta, apo kemi ndëgjuar një radio ndonjë minutë, kurse tash thjesht për bëj krahasimin me atje edhe ne ana mediatike tash kam rrien kulminacionin më të madhin që në zenitin, ku mund të themi se gjithçka shpejt ndëgjohet. Mirë po, shqiptarët këtu në Zvicër ju ka mungue gjithmonë një dritare e cila ka mundën t'i pasqyrojnë gjanat që ndoshta ju ka mungue nga Zvicra në Kumanova, për në Kosovë, Shqipëria gjithkund. Mundësien tani javë kemi hap edhe shqiptarve këtu. Unë jam i bindur se do të kemi një bashkëpunim edhe me TV Fesën, ku ju përgëzoj për punën. Do t'i prezentojmë edhe do t'i shkëmbejmë me siguri shumë e gjana së bashku, ku do t'i afrojmë shqiptarët atjejt edhe këtujt shumë afër. Kur jemi të TV Festa gati prej një muaj e gjysmë që është kyqër në paketën e fuqishme shqiptare Smaldvort TV. I keni sigurisht njohurit, si u mirëprit tek bashkëdhëtarët tanë? Pa i TV Festa, thjesht une edhe ma heret kam insistuar që ta fusëm brenda, sepse një pjesë e shqiptarëve, them në Maqedoni, pak ma gjën, gjithmonë e kanë kërkuar TV Festën të jetë në platformën tonë, sepse është një platformë tepër, këtu është tepër e shiqume, mund të them në Zvicër, në Gjermani e gjithkund, ata e kërkojshin. Nga ai moment që ka filluar transmetimin TV Festa, unë kam marrën shumë telefonata dhe komplimente nga mërgjimtarët këtu se ja arritën qëllimin që vërtet t'jenë ma afër Kumanovës. Shumë faleminderit unë edhe njëre, vërtet TV Festës i uroj gjithë mirat, i uroj punë të mbarë, një punë të madhe që e boni, edhe do të kemi një bashkëpunim shumë të afërt, gëzuar edhe me të mira. Këtu pranë meje, shikus të nderuar, është edhe zoti Zikni Aziri, pronar i diskotekës më të njohur shqiptare në Zvicër, Boleros. Por unë këtu do të kisha shtuar edhe një fjali tjetër. Do të kisha quajtur këtë diskotek edhe ambasad e kulturës shqiptare nga gjithë atrojat në Zvicër. Këtë zoti Zini e thomë jo rasisht, sepse nuk ka artist i njohur shqiptar, këngëtar, që nuk ka kaluar dhe nuk është prezentuar në Boleros. Çfarë do të thotë sot të jesh në krye të Boleros në Zvicër? Është kënaqësi të udhëheqës çka do qoftë diçka në jetën tënde, po është edhe më kënaqësi kur diçka udhëheqet në diasporë, se në vendlindje kemi mjaft. E këtu është ti të bosh, do të thotë bashkëdhëtarët, është një domethënie shumë e madhe, edhe jam i kënaqur që kam arrit diçka spaku të bëj një pikë më të vogël me një det të hupa. Në rastin konkret të sofrës kumanovare, nga kumanovarët kuptova se ideja, iniciativa ka qenë e juaja. Para një jave jeni takuar dhe si ide u a keni dhënë në dispozicion tër lokalin që të mbahet ky koncert.
Ideja nuk ka qenë bashkërit e imja, do thotë e imja ka qenë, po ka qenë edhe shoqërisë kultur-artistike Bayram Shabani, Dritani, Liri, gjithë të kanë pas ide, do thotë gjithë nga pak kemi atë, nuk është merit vetëm e imja, po është edhe këtij e djemve që kanë bërë një punë të palodhshme, edhe se unë ja di se si është, se ja morë vetë me shoqërinë kultur-artistike Jetë e re të fshatit Slupçan, 17 vite kam punu në shoqërinë nga lindja deri tash që ekziston, edhe është një punë që është kënaqësi ta bësh. A di, është kënaqësi po. Ju jeni ndër të rrallë që keni kontakte të vazhdueshme me bashkëdhëtarët tanë. Çka paraqesin sot shqiptarët për shoqërinë zvicerane? Shqiptarët për shoqërinë zvicerane për momentin janë një faktor shumë me rëndësi, se tani janë integru, vinë gjeneratat e treta, të katra, që kanë dëpërtu në çdo institucion kanë fjalën, në për sigurime, në për banka, në për hotele më të mira, në për punë më me rëndësi që në kyqe, në për komuna, në për gjithkon, edhe kjo është, nuk do të thotë që kjo është asimilim, por kjo është një arritje e gjithë shqiptarëve. Kur them gjithë shqiptarëve, them nga Maqedonia, nga Kosova, nga Shqipëria që janë këtu, me një fjalë janë integru shumë mirë po. Nuk e di saktësisht sa vjet funksionon Bolero, por mua më intereson gjatë kësaj periudhe, sa funksionon Bolero. Sa këngëtar kanë defiluar në për diskotekën Bolero. Keni ndonjë statistikë për të përafër? Jo, ne funksionojmë që 13 vite për 14, edhe ta bësh një biznes në diasporë me një vend ku nuk ke lind, është një arritje e madhe. Ti të bësh shqiptarët, ti të bësh tritë dhe trejet, ti të bësh familjarët, një vend takim i shqiptarëve ku janë njoftu, janë feju, janë martu, janë bë prind, e tash i lënë fëmijët të shtëpia dhe vinë vetë, është një kënaqësi shumë e madhe, mendoj ka merita në diasporë. Dekada më parë, vend takim i mërgjimtarëve ka qenë Banhofi, apo stacioni i trenit, po. Ndërsa tash të generatat e reja është diskoteka Bolero. Nuk kemi veç Bolero, ka dhe diskoteka tjera, po ne jemi një nga ato, do thotë në Siri që funksionojnë pak më mirë, edhe është vend një hapësirë më e madhe, edhe është një vend takim, është fakt që takohen, njerëzit njoftohen, jo në stacion trenit, po njoftohen me një vend ku edhe i harrojnë hallët e punës e vujtje, si tem. Nuk është vujtje, po mërzia nga vendlindja për mallin që kanë për dikush i ka prind atje, dikush i ka familjarë, se kemi lind atje. Bolero është edhe vendi ku bashkohen dy të rinj. Fillojnë jetën edhe pastaj krijojnë familje. Respektivisht, shumë darsma shqiptare bëhen në Bolero. Po, kemi shumë. Po, kemi, gati çdo vikend kemi darsma, është kënaqësi. Javën e kaluar e pata një darsëm, ishte bashkë nga zona jonë, djali ishte nga Hotla, nusja ishte nga Presheva, edhe ishte kënaqësi, ishte një darsëm fantastike, shumë e mirë. Suksese, edhe keni dika të përshëndetni? Unë i përshëndes gjithë shqiptarët, sidomos ato nga vendlindja ku kam lind, Kumanova, Slupçani, që jam nga atje i kam rënjët, po gjithë jemi një edhe, i përshëndes, të fala shumë. Falinderit gjithashtu edhe juve të festës. Shumë sukses. Këtu në diskotekën Bolero në qytetin e Zürichut takuam edhe yllin shqiptar të futbollit Taulant Seferin, i cili fatmirësisht vjen nga qyteti i Kumanovës. Taulant tashmë disa muaj je anëtar i skuadrës mjaft të fortë zvicerane Young Boys. Si u prite këtu në mesin e futbollit zviceran? Po, pikës parë ju falemndar juve shumë që gjetët kohë me ma bë këtë intervistë. Po, unë jam shumë i kënaqur me pritjen e bashkëlojtarëve të mia në klub të Young Boysit. Dhe tash për momentin jam pak jashtë terreneve dhe po bëj riabilitimin e lëndimit, po mirë, unë po ndihem shumë mirë në klub dhe shpresoj që të shkoj kështu gjatë gjithë kontratës time apo të kem suksese edhe më të mëdha.
Në bazë të shkrimeve të mediave zvicerane, sportive, ju jeni tashmë një ydhull i të gjithë fansave të klubit zviceran. Po, edhe unë atë i kam lexuar ato media që po shkruajnë Zvicrës dhe edhe unë mendoj se jam ashtu, se çdo herë na për rrjetet sociale kam shkrime të ndryshme prej fansave dhe e shoh që më dojnë shumë ato dhe shpresoj të shkoj kështu. Cilët janë aspiratat e Young Boysit? Young Boysi ishte edhe në garat evropiane në Ligën e Evropës, po për fat të keq u eliminua kohë më parë. Për si vjetë cilët janë, dëshironi, mëtoni që sërisht zini pozitën që siguron plasman në Evropë? Po mirë, cili Young Boysit është që të kualifikohemi për Champions League dhe të mbetemi aty dhe do me thonë klubi nuk po kërkon më shumë gjithçka më shumë prej klubit, prej lojtarëve, po kërkon që të luajmë sikur që ka qenë edhe vjetë dhe si vjetë. Po mirë, si vjetë që jemi në vendin e dytë dhe mendoj që kemi më kualifikuar për Champions League dhe shpresoj inshallah kemi më kualifikuar. Dihet se në Ligën Zvicerane ka shumë yje shqiptare që luajnë në klube të ndryshme, si në Basel, në Zurich, St. Gallen. Keni kontakte me ta, si është bashkëpunimi? Po mirë, bashkëpunimi po shkon shumë mirë dhe jam njohur me gjithë lojtarët dhe shpresoj që të vazhdoj kështu dhe ju dëshiroj shumë suksese kolegëve të mi që po luajnë në klube ndryshme këtu në Zvicër dhe diku në Evropë tjetër. Taulan Seferi është edhe anëtari i kombëtarës Maqedonisë. Cilët janë planet me reprezentacionin e Maqedonisë? Po mirë, tash për momentin nuk dihet asgjë. Jam pjesë e U21 të Maqedonisë dhe jemi ende në bisedime dhe asgjë nuk ka diçka zyrtare për kombëtarën dhe për donistan tjetër. Taulan Seferi është një lojtar mjaft i ri. Pra si që thua edhe vetë në U21. Ku mund të shojmë pas një kohë Taulan Seferin? Po mirë, shpresoj dhe mendoj se me sukseset e mia do të mund që t'ja arri do një klub shumë të njohur evropian dhe inshallah do në Zoti që të shkoj kështu puna që shpo shkon tani për momentin. Taulan, sot jemi këtu krejt rastësisht në një qëllim kulturor, respektivisht muzik. Si e pranove lajmin se do të vije Bajram Shabani e qytetit thënë Kumanovës këtu në Zvicër? Po mirë, thënë drejten se u befasova shumë dhe që ka 5 muaj që nuk kam qenë në vendlinjën time dhe më kishte marrë malli dhe këtu po ndihem shumë mirë dhe shpresoj që të shkoj shumë mirë kjo ditë kulturore këtu në Zvicër. Ke përshëndetje për kumanovarët edhe të gjithë futbolldarësit në Maqedoni? Po, dua t'i falenderoj shumë që mua bajnë për krajën jashtëzakonisht madhe dhe i falenderoj shumë gjithë kumanovarët. Falenderoj edhe juve. Për disa orë me radh, ansambli këngëve dhe vallëve Bajram Shabani me sofrën kumanovare u ofroi çaste të paharrueshme bashkëtarëve tanë, të cilët edhe vet ishin protagonistë të këtij eventi kulturor, duke u bashkangjitur vallëtarëve në vallet e përgatitura nga koreografi Mustafe Bibi. Ky është flamuri ynë i kuq, e me shqiponjën 2 krenare të zezë në mest. Për këtë dhe që kam si fe, e për mbi fe, e kam vatan, e kam atë dhe. Shqiptari musliman qoftë, ortodoks qoftë, katolik qoftë, është gjithnjë shqiptar. Gege tosk malësia lia, janë një kombë, mudaz duron, funde maj njëa Shqipnia, e një gjuhë të gjithë në bashkon. Ti Shqipëri më ep nder, më ep emrin shqiptar, i krenar që je shqiptar.
bashkëtetarët tanë me dëshirë dhe kërkesë që ky event të shndërrohet në traditë për çdo vit në Zvicër.